Jemi rikthyer në studio, këtë herë në emision po flasim për partitë e reja, apo partitë e vogla, subjektet e reja politike, pra që garojnë në 11 maj, meqense jemi marrë me Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike më shumë. Sot kam zotin Shej nga koalicioni Djathtas për Zhvillim, Arlin Qorrin, Agron Shehajn. Një pyetje si fillim për këtë pjesë të dytë. Agron, ti vetë, se ke dal nga Partia Demokratike, deputeti PD-s, ke qenë dhe ke krijuar një subjekt të ri politik, që është Partia Mundësia. Kujt mendon që doja marrësh votat më shumë në këto zgjedhje, pra? Do marrësh nga PD-ja, elektorati gri, nga PS-ja? Shiko, nuk është se bëjmë llogaritë të tilla nga cila parti do i marrim. Ne marrim vota qytetarësh. Mbështetja jonë kryesisht vjen nga gjithë ata qytetarë që ja kanë dalë me punë të ndeshme, nuk janë përlyer dhe jo vetëm që nuk kanë marrë asgjë nga shteti, por shtetin e kanë patur kundër, e kanë patur pengesë. Kjo është ajo që ky është elektorati ynë, le të themi. Elektorati ynë është gjithashtu shtresat persekutuarve nga e cila unë vi dhe disa nga anëtarët e Partisë Mundësia vinë. Jo vetëm sepse unë jam persekutuar, se ka persekutuar fatkeqësisht, ka shumë persekutuar në Shqipëri, por sepse unë edhe para se të hyja në politik kam ndërmarrë veprime dhe kam kujdesur për kujtesën e krimeve të komunizmit, si portali Kujtopikal, fondacioni Lumos Këndo për Mitat Frashin, që ishte një personalitet i shuar patriot i viteve 40. Nga ana tjetër, janë në përgjithësi votues që duan të vontojnë dikë, për të cilin janë i bindur që nuk do t'i shesi. Nuk do shesi votën e tyre, mbështetjen e tyre. Të zhgënjyer, sigurisht, janë gjithashtu votues të djathtë që mendojnë që janë për një shtet të vogël, që nuk presin asgjë nga shteti, duan të paguajnë sa më pak taksa, sepse janë të bindur që s'kan për të marrë asgjë nga shteti, duan që mos t'jetë shteti dhe pushtetarët, ata që vendosin se kush do t'ja dali edhe kush nuk do t'ja dali në Shqipëri, me pak fjalë duan thjesht një mundësi, se ja dalin vetë, nuk presin që shteti t'i pasurojë. Ky është vizioni ynë, dhe kështu e mendojnë ata që na mbështesin edhe që do na votojnë. Arlind, ta pyes në ndjes mentorët që të ndërpresë, se pastaj dua ta bëj pyetjen e madhe për ju, për ty edhe për zotin Koka më shumë, që kë ndihmon pra kjo ndarja e votës në 11 pjesë. Ti vetë kujt mendon që doja marrësh votat? Nuk e di, a mund të trajtojmë pak faktin se kemi 11 parti në listë. Tani mund të jenë edhe 21, nuk ka problem. Por pyetja që shtrohet është, a janë vërtet 11 alternativa? A janë vërtet 11 subjekte që ofrojnë diçka të ndryshme? Që secila ofron një gjë ndryshme. Po nga pikpamja e karakterit, e botkuptimit, e ideve, sepse mua më duket sikur shumë parti aty janë shumë të afërta me njëra tjetrën. Dhe arsyeja pse ka 11 parti në atë listë dhe jo ndoshta 5-6, është se kryetarët e këtyre partive nuk janë marrë vesh për të hyrë bashkë në një listë. Më kupton? Cila është veçoria e lëvizjes bashkë nga pikpamja e botkuptimit? Unë kam përshtypjen që nga pikpamja botkuptimore, në atë listë aty ne jemi vetëm me partia e majtë. E të majtës demokratike. Sigurisht është PS-ja e majtë kuptimin deklarativ, ndonse në mënyrën e saj të qeverisë është një parti hajdutësh dhe një parti që i ka shërbyer kohë e këmbë oligarkëve. Mirë po, asnjë parti tjetër aty nuk është se e thot ose identifikohet me të majtën. Kështu që lëvizja bashkë ka arsye pse ekziston. Mund ta kesh shumë inat lëvizjen bashkë, mund të kesh shumë inat edhe mua, por nuk thua dot pse ju jeni në atë listë, sepse ne duam të përfaqësojmë këtë botkuptim. Kur vjen puna tek mbështetësit, do të pas parasysh diçka, që vetë identifikimi ideologjik dhe interesat reale shoqërore të qytetarëve shqiptar për shkak të kompleksitetit të historisë sonë janë kontradiktore. Një njeri mund të qellojë të jetë i pasur, dhe meqense ka një histori familjare që vjen nga lufta e dytë botërore, thotë unë jam i majtë. Një tjetër mund të jetë klasë punëtore, në ndërtim ose në fasoneri, i varfër sa më ska, dhe për shkak të historisë vetë familjare thotë unë jam i djathtë. Edhe nga sondazhet tuaja, vihet re që kur pyeten ata që preferojnë lëvizjen bashkë, i ke edhe nga ish votues partive të reja, dikur ish votues PS-s dhe ish votues PD-s. Dhe unë vjen të analizoj pse ndodh kjo. Dhe këtë përvojë kam edhe në kontaktet me shoqërinë. Mendimi im është që sigurisht me ish votues të PS-s ne mund ta bashkojmë çik karakteri simbolik, domethënë, e majta si simbol. Mirë po, sakoni jemi parti që flet për punëtorët, për të varfërit, ka shumë zona të Shqipërisë
ku ai varfër për shkak edhe të pabarazive të trashëguara, e diskriminimeve të shkuarës, mund të jetë nga pikpamja e origjinës familjare, mund ta quaj veten djathtë. Por ama nga pikpamja programore dhe interesave të tij imediate, identifikohet me lëvizjen bashkë. Unë kam vënë diçka interesante. Në tubimet tona publike, kur flas me njerëzit, më duket sikur ka më shumë ish votues të PD-s që tashmë janë me ne. Pse? Sepse ata janë mësuar të 12 vitet e fundit të jenë kundër. Në takimet tona private, kuptimin nëpër kafe e kështu me radhë, ka më shumë ish votues të PS-s. Nga ata që thonë jemi me ju, po e kemi një fëmijë aty në shtetet dhe po erdhën protestën tuaj, na hoqin nga puna. E kuptoj. Më kupton? Kështu që apeli ynë politik nga pikpamja e identifikimit dikurshëm partijak është sigurisht i përhapur në spektrin politik, po nga pikpamja ideopolitike për shkak të parimeve tona, ne i përkasim me krenarit majtës demokratike. Të majtës demokratike. Zoti Shej, po ju? Kuj do ja merrni votën më shumë? Opozitës? Këtë do dëmtoni më shumë? Sigur, po pse do dëmtojmë mirë? Jo, Që kuj do ja merrni fjala votën? pejorative do dëmtojmë. Po duke i marrë votën? Ne kontribuojmë për të mirë. Ne marrim biles votën e atyre që nuk e merr këto të dëmtuarit. Dhe i bëjmë derë E di pse po ja u bëj këtë pyetje shqiptar. pa dashur t'ju ndërpres. Po këtu kam patur përpara një jave ose mos më shumë zotin Fatmir Mediu, i cili thoshte që sikur këto parti të reja që nuk janë në koalicion me Partinë Demokratike, të marrin ndonjë mandat është shumë mirë, po nëse djegin vetëm vota, pra s'prodhojnë dot mandat, kjo është Që nga keq. shumë keq. Po. Po që partitë janë po ato. Marrin apo s'marrin, kjo është zotësi e partive. Ai ta shpjegoj zoti Mediu për shkak motivin pse janë këto parti, qofse merren mandat që kanë të mirë, ha? Qofse s'merren mandat janë të nuk do digjni vota në një farë mënyre për opozitën, meqense. Për opozitën. Një në radhë parë vota nuk digjet në asnjë rast në një demokraci. Edhe në qofse nuk prodhon mandat, prodhon një sinjal demokratik. Prodhon liri, prodhon hapësirë tjetër që i ka munguar Shqipërisë. Ne pse jemi kriju, pse kemi ndryshu, se nuk jemi dakord me atë grupin e vjetër. Edhe kjo do thënë sinqerisht, dhe çdo njeri që hyn fuq betej me idetë e veta të ndryshme, zotëria është i majtë. Po unë them gjithsesi kontribon demokracinë Shqipëri. Duhet jetë patjetër i djathtë si puna ime. Jo, absolutisht. Ai kontribon sipas mënyrës vet, zgjeron spektrin politik, i jep një dialektik të re politikës në përgjithësi. Kuptoti, këtë punë bëjmë dhe ne. Unë them që do marrim ato vota që kjo parti demokratikë me këto aleat që është nuk i merr dot. Se ne nuk është se shkojmë ja marrim me zor ke shtëpia. Ne ja marrim, ato votojnë për ne se janë të binë që këto janë ca burra që afrojnë ca gjëra ndryshe. Që thonë ca të vërteta që si thot ai grupi tjetër. Që do shtyn drejt ca temave që nuk ka shty grupi tjetër, edhe kur ka qenë pushtet. Për këtë punë a votojnë. Edhe pse që e ka negative kjo punë, unë se kuptoj. Çdo me thë kjo punë. O je me ne, o je negativ. Po ne jemi shumica, po mirë, që jemi ne, bolshevizëm? Bolshevikët thoshin, ne jemi shumica pushteti gjithë sovjetëve. Po jo më ne jemi demokraci. Perëndim ka, jam Itali, janë 3 parti në brenda grupit djathtë. Mu më vje keq që nuk u rigrupum. Do ju pyes dhe për kjo këtë, është një temë, po si, po ta them. Unë do pretendoj edhe kam bërë luftë, jam sforcu deri në fund, që grupet që kanë një profil paka shumë ideologjik për bashkët ishin bashkë. E keni fjallën për Shehajn, Lapajn, për këto parti? Jo, dhe për këto bashkës e gjithë, këpto? Dështova, s'jam rrita dot. Po dëshirën e kemi pas për këtë qëllim. Pse maksimalizojmë votën, prodhohet sinergji politike, fundit to janë lëvizje pluraliste, kur hyn në parlament çdo deputet pasaj ka linjën e vet. Si të njëjtën gjë e kam rekomanduar dhe këtyre trive me dëshirë madhe, besoj që më kanë dëgjuar. Arlindit e ke fjalën. Arlindit bashkë me ato tjerët, në qoftë se çunën djema nuk na pëlqeni ne, se jemi të vjetër, apo e diu, mbartim ato që thoni ju, puquni bashkë me njëri tjetrin, pse? Ta thjesojmë hartën politike shqiptare, që ai qytetari kur shkojë të votojë ta ketë më të thjeshtë. Pastaj me një listë të hapur, atë që kemi pretenduar ne. Edhe pretendimet e gjithë sekujt, e shefit, e liderit, e grupit politik, përcaktohen aty me votën popullore. Ishte një mundësi shumë e madhe kjo, me thënë drejt. Të cilën fatkeqësisht nuk u mrit atje ku ishte. Do vazhdojmë kështu me këto mundësi që jemi.
Po që është kjo lloj filozofia u bë 35 vjetë pos që je me ne, ti je kundër nesh, je me Edi Ramën. Njeriu që është më afër Edi Ramën sot është Berisha. Pse është? Po se një marrëveshje politike që bën bashkë të dy, nuk e bëm ne. Mirë, partitë e mëdha bëjnë marrëveshje politike. Kushtetutën e ndryshuam bashkë. Kuptoti atje, në vitin 2008 dhe kam prodhu këtë situatë politike që sot Shqipëria, këtë nivel tullit demokracie, ka degradu demokracia në Shqipëri, nga vitin 2008 e mbrapa. Kryeministri është bë kancelar, presidenti ka humbë vlerën. Pra nuk e ndihmoni ju PS-n, po themi. Këti premtojmë ne qytetarëve. Puna parë, po të kisha gjën dorë, do ndryshoj këtë kushtetut që është për një vend Afrike. Do të ktheja të paktën ke kushtetuta e vjetër e 2008-ës. Do të zhvisha ligjin zgjedhor nga detyrimet kushtetuese që ka sot, se nuk ka një vend që është inkorporuar brenda kushtetutës ligjit zgjedhor. Atje, do të bëjsha ligjin krejt ndryshe, që t'i hapta hapësirë. Nga kjo do filloja dhe do vazhdoja me reforma administrative. Do të vazhdoja me bë shtetin shqiptar që mungon, se këtë quaj gjën më të rëndësishme. Pastaj problemet ekonomike që janë shumë të rëndësishme për qytetare, këto që po them ndoshta janë pak abstrakte për qytetare. Po unë këto që gjëra të rëndësishme, nga kjo fillon e keq. Pse programi për arsimin dash lexoj ke Partia Socialiste, dash lexoj ke ne, jam pak a shumë aty për shëndetësinë, jam pak a shumë aty. Për shtetin shqiptar ndryshojmë ne, se këto e quajnë shtetin të vetin, ne duam t'ia kthejmë shqiptarëve. Shteti shqiptar. Pastaj dhe të vogël mundësish, jo të vogël shteti duhet jetë i madh. Ne duhet t'i kthejmë qeverinë e vogël. Dakor, këto thotë dëshë, se këtu jeni tafërt me logjik. Problemet që shkoj te koka edhe te Kikia. Tani, çështja është, ne kemi në këto 30 vjet në Shqipëri ka ndryshuar gjithçka. Ka ndryshuar shoqëria, ka ndryshuar njerëzit, ka ndryshuar qytetet dhe jo fal politikës siç duan këta që duan marrin meritat. Po falë pulës njerëzve, e kam bërë njerëzit, e kam vënë jo vetëm pa ndihmën e shtetit, po e kam bërë pavarësisht shtetit, dakord? Vetëm gjë nuk ka ndryshuar. Partitë politike dhe liderat janë të njëjtët të viteve 90. Kjo është fatkeqësia e këtij vendi dhe kjo është pengesa kryesore e këtij vendi. Tani, vota, kujt ja merrni votat? Po vota nuk ka pronar t'ja marrësh. Ti nuk merr votat, votat janë të qytetarëve. Në një vend normal dhe demokratik, krijojnë kushtet që njerëzit të kenë mundësi që ta përdorin votën e tyre dhe ku ka demokraci, vota lëviz. Çdo pas zgjedhjeve, vota lëviz, nuk janë të njëjtat parti, nuk janë të njëjtat lidera. Ne kemi problem demokracie këtu. Aq shumë sa kemi parti politike që thonë këto janë partitë, këto janë votat e mia. Dakor, çdo gjë është bërë që mos të ndryshojë asgjë. Sistemi zgjedhor, dakor, i kanë sepse e kanë nëpërmjet ndikimit të media, nëpërmjet sistemit zgjedhor që kanë bërë Kastile që vota mos lëvizi dhe me radhë. Po është problem ti quash votat, ta konsiderosh vetëm pronar të votave të qytetarëve. Dhe tjetra, dëgjoj, ka një gjë. Ne çka kemi patur në këto 30 vjet? Në thelb ne kemi patur një rotacion, por nuk kemi patur një ndryshim. Kjo është e vërteta. E kuptoj, pra nuk është qeverisur çik më mirë, çik më pak, ka patur ndonjë ndryshim të vogël, por në thelb ka qenë thjesht një rotacion. Unë do t'jap një shembull për sa është e vështirë, unë e kuptoj se çfarë ndodh në Shqipëri ndryshe nga çfarë ndodh në Perëndim. Në Perëndim, sa më shumë që ndron dikush në pushtet dhe kontrollon një parti politike, aq më pak vota merr. Në Shqipëri duke sikur bëj një magji dhe ndodhe kundërta. Sa më shumë votoj një parti politike, aq më shumë thonë, jo, po tani kanë votuar 2 herë apo 3 herë, nuk mund ta ndryshojmë votën. Si s'e ndryshojmë votën? Unë do t'jap një shembull. Në New York më daloi. Jo, unë nuk pres, unë po them çfarë duhet ndodhi në një vend demokratik, çfarë duhet të bëjmë nëse Shqipëria nëse duam që Shqipëria të eci përpara. Po të marr një shembull. Po të marr një shembull se si ka një konflikt midis të rinjve dhe baballarëve të tyre. Mua më ndaloj një djalë i ri në New York. Kërkoj një foto, një selfie, tha agronë, tha, jam mbështetës i yti, më pëlqen, të ndjek dhe kështu me radhë. Edhe unë pranova të bëja këtë selfin dhe momentin e selfit e odha dhe në rrjetet sociale. Tani imagjino. Brenda ditës, babai i tij bën një postim, bën një koment te postimi im dhe thot: "Të keqen babai. Mos agronin e kemi mbështetur, por ne jemi me legjendarin Sali Berisha." Dakord? Ai ndjen nevojën të tregoj të gjithëve që ne jemi PD-n. Tani, po pse bën ai këtë? Ka frikë nga Saliu?
Jo, në asnjë mënyrë. Nuk thash të gjë. Ajo që mua, kjo është domethënëse. Po nuk thash gjë. Po nuk e thash me të keqe, mama, nuk e thash me të keqe. Thjesht po të them se si ndodh, se si ka një konflikt, do thosha, një kontrast brenda një familje ku i riu do të shikoj nga ardhmja dhe babai e mban lidhur me të kaluarën. Duke thot, jo, nuk duhet ndryshoj, më fal. Më fal. Do thoshte hiqe foton. Do shta e ka pasur me shaka? Po prit mos e nuk thash është e keqe, thash një tani kjo është e tregova sepse mendoj që është shumë domethënëse. Sepse tregon se si mirë në këndvështrime të ndryshme. Tani nëse të pëlqen është tjetër gjë. Mund të kenë dhe sens humori demokratët, dhe kanë fakt sens humori demokratët. Dakor, shikoj komentin nëse ti lexon humor, është e drejta jote. Po se kam parë pra. Ajo s'është stregues, po pse të bezdis kjo që tregoj unë tani, se po të ishte humor ti do ta lejoje. Jo, thjesht nuk e shef që ai ka bërë komentin se frikë nga Po s'më ndërprit, unë më leta ta tregoj. Unë ta gjykoj qytetarën, shikoj. Duhet të dal te fakti se si është një shoqëri që duhet të kuptoj në këndvështrimin tim, duhet të kuptojnë që duhet të shohim nga e ardhmja. Në thelb, nëse baballarët tanë do kishim bërë gjën e dur politikisht, ne nuk do ishim këtu. Dhe ka ardhur, unë jam i bindur, dhe arsyeja pse unë kam lëvizur, kam dal nga Partia Demokratike, është sepse jam i bindur që ne duhet të ka ardhur momenti për të marrë një kthes të madhe. Duhet të kemi kurajon të ndryshojmë, sepse vetëm nëpërmjet votës, vetëm nëpërmjet ndryshimit në ditën e votimit, se aty është pushteti i qytetarëve, vetëm me ndryshuar atë mund të ndryshojë Shqipëria. Por ndryshe, nëse do vazhdojmë të bëjmë të njëjtën gjë, do korrim të njëjtin rezultat. Këprekin. Dëmton apo kë favorizon më shumë kjo ndarje? Po është e thjeshtë. Se zoti Shehi tha, vota nuk është pronë askujt. Po është e thjeshtë. Unë s'jam marrë me dhunë. Shikojeni sa herë zgjedhur zoti Shehi deputet dhe në cilën sigël. Tek sigla PD-s. Sa herë zgjedhur deputet zoti Agroshe dhe në cilën sigël. Sa herë zgjedhur deputet zoti Shehaj dhe në cilën sigël. Zoti Shehaj një herë është zgjedhur. Dy herë. Në 2017 dhe në 2021 siglën e Partisë Demokratike. Që këtu historia është e thjeshtë. Pra i vetmi që bën diferencën këtu është zoti Qori me drejtën e artikulimit. Pavarësisht se unë edhe tek zoti Qori unë shoh shumë handikape, nëse mund ta bëj edhe si debat. Për shembull zoti Qori kalin e realisht të betejës ka betejën ndaj oligarkëve, siç quhen ai, me drejtën e vet. Edhe, jo vetëm, jo, po sidomos ajo. Po në fakt, nëse doni ta dini, njeriu që ka bërë betejë reale kundër oligarkëve me rezultat konkret është Agron Shehaj. Kur ishte deputet i Partisë Demokratike, fal denoncimit të Agron Shehajit, ne sot, ose më saktë, në kohën, u anullua një nga kontratat më korruptive që ka parë ky vend, që ishte ajo dallaverja e Delawareit. Zoti Shehaj, e kupton? Dhe çfarë do thotë kjo? Për shembull, në këto dy gjëra unë do zgjidhe zotin Shehaj. Pse? Sepse unë nuk jam kundër biznesit madh. Se zoti Qori tha pak më herët që unë kam përfaqësues edhe të biznesit mesëm. Pyetja është po biznesi i madh. E dini që biznesi i madh është një nga, si më thënë, një nga punëdhënësit më të mëdhenj ose punëmarrësit më të mëdhenj që ka Shqipëria sot. E pra zoti duhet ta shohim si armik edhe biznesin. Zoti Qori thotë që unë jam përfaqësues dhe i punëtorëve. Po për këta punëtorët që punojnë tek biznesi i madh, siç i quaj unë, a mendon zoti Qori? Unë jam shumë dakord si kur bëhet një denoncim konkret, kur një edhe biznesmen i madh, të cilin zoti Qori quan oligark dhe zoti Shehaj quan biznes madh, përfiton në mënyrë të padrejtë dhe mënyrë korruptive dhe kriminale të denoncohet, identifikohet dhe me emër siç ndodhi në rastin konkret. Kjo është ajo që i shërben për mendimin tim Shqipërisë. Dhe raporti me biznesin, me që po e marr në këtë rast. Nuk është problemi se kemi ca oligark, këtu nuk ka oligark. Këtu ka ca biznesmen, të cilët janë në drejtën e vet, nga mëngjes deri në darkë bëjnë biznes. Por ajo që rregullon dhe i përcakton rregullat e lojës është qeverisja dhe është qeveria. Pra ata njerëz nuk u zgjuan një ditë dhe thanë ti turrem në Shqipëri. Ta gjetën mundësinë, gjetën sheshin që bëri qeveria dhe e bën për shesh. Ama kur gabuan, kishte edhe njerëz që denoncuan në siglën e PD-s me qira. Fjala zoti Shehaj. Siç është zoti Shehaj. Siç ishte rasti i zotit Shehaj. Tani zoti Shehu nga ana tjetër foli për çfarë? Për qeverisje të vogël, për taksa të ulta. Të gjitha këto që janë zbatuar me përpikmëri dhe me rezultat shumë të mëdha nga 2005 deri 2013. Dhe ajo që është më e rëndësishmja, çfarë bëjnë këto parti të vogla? Kur më kanë pyetur për koalicione të mëdha, për koalicione kam thënë që treni dhe lokomotiva qoftë edhe me sondazhin me atë që besojmë gjithë, është sondazhi Barometrit apo jo? A është Partia Demokratike? Sondazhi më i fundit çfarë thoshte? Që sikur të gjithë forcat politike, përfshirë dhe lëvizjen bashkë të zotit Qori, nëse do të ftohnin për një moment mendjen
dhe do të kuptoni se çfarë rreziku dhe çfarë bataku ka rënë Shqipëria për shkak të asaj që unë personalisht e quaj regjim, do ta kuptonin që rruga dhe nevoja emergjente që ka qytetarët është të bëheshin bashkë dhe të rrëzojnë një herë të keqen që kemi përballë dhe më pas kur ti ke rrëzuar një të keqe që e ka kapur shtetin për gryke, edhe për punëtorët, edhe për oligarkët që denoncon, edhe për problemet që ngren zoti Shehi, dhe për problematikën me drejtë që ngren zoti Shehi, atëherë kur ti e ke hequr të keqen, ke drejtën morale të hapësh debatin për demokratizimin e vendit, që askush nuk është kundër. Por në momentin kur ti nuk shet keqen e madhe që është regjimi, por mundohesh të kapësh në copë, të kapësh në copë aty, këtu pastaj në vend që të marrësh pikë maksimale nga elektorati, i humbet ato pikë dhe rreziku më i madh, jo se këta i shërbejnë, por ky sistem dhe kjo lloj sjellje mendoj unë i shërben zotit Rama. I shërben Rama. Me apo pa vetdije. Ju lutem, me vetdijet më respektoni edhe 2 minutë që për të folur pa ndërprerje. Pastaj e ka mentori. Si do hyn askujt. Tani, qasja e zotit Koka është problematike. E para sepse mendon që politika nuk është parimore, por thjesht kalkulim si të kapësh një deputet më shumë. E dyta sepse bazohet në parimin se kryetari i partisë i kanë xhep votuesit e vet. Dhe mjafton ndroj kursin kryetari i partisë dhe gjithë ata që do votojnë për partinë, do vazhdojnë të votojnë prapë për partinë. Sigurisht kështu ndodh ndoshta pjesërisht në partitë e vjetra, që e kanë kapur me lidhje klientelisti një pjesë të elektoratit, po jo për lëvizjen bashkë. Unë jam shpreha e vullnetit dhe aspiratave të antarëve të lëvizjes bashkë. Dhe në qoftë unë çmendem një moment, dhe them do futem koalicion me Sali Berishën apo Edi Ramën, asnjë njerëz do votojmë për lëvizjen bashkë. Asnjë njerëz. Dhe ata që janë bashkëpunëtorët e mi, me thënë drejtë do më thonë mos ta u afro shumë se s'do të gjeni gjë e këndshme. Do kupton? Kjo nuk kupton që çfarë partie jemi dhe çfarë aspiratash kemi. E dyta, sigurisht që mua më ka ndodhur të bisedoj edhe me biznesmen të mëdhenj, jo oligark, me biznesmen që bëjnë biznes ndershëm dhe u kam dhënë 2 mesazhe atyre. E para, kur ne ta kemi pushtetin politik, ju nuk do t'ju persekutoj njeri, nuk do t'ju vi njeri për t'ju zhvatur, si shtet. Por e dyta, ju duhet respektoni drejtat e punëtorëve. Ju duhet respektoni kodin e punës. Qofse ju shkelni kodin e punës, ne jemi punëtorët. Dhe kjo nuk ka pikë në diskutimit. Dhe jo vetëm se jemi të majt, po sepse mendojmë që kemi të drejtë. E dyta, kur vjen puna tek oligarkia, në Shqipëri, shumica e partive, sidomos partitë e vjetra, kanë tezën e zotit Koka. Nuk ka oligark. Delet zoti Rama thotë nuk ka oligark. Del zoti Berisha thotë vetëm s'ka oligark, po hajde ftojmë dhe ndasëm oligarkët. Se jemi në rregull, janë biznesmen. Lëvizja Bashkë është e vetmja parti që ka qasjen se oligarkët kanë kapur shtetin. Një sekond. Oligarkët kanë kapur shtetin. Ka dhe partitë tjera që i kundërshtojnë oligarkët, por zakonisht ata kanë tezën se shteti ka kapur oligarkët. Ne kemi tezën sipas cilës oligarkët kanë kapur shtetin. Dhe meqense oligarkët kanë kapur shtetin, ne denoncojmë ligjin e investitorëve strategjik, koncesionet, lejet e ndërtimit. Jemi në protesta aty me minatorët e Bulqizës, kur protestojnë kundër Samir Manes, jemi në protesta me qytetarët kundër rritjes çmimit të naftës që vjen prej një oligarku si Shefqet Kastrati, u kam qenë para pak javësh protestë me kur kemi protestuar ne ka pas miniera, sot ka shumë gjëra të tjera. Sot i mbyll gojën shtetit. Ai rregulluar tani. Kur ai polici i shkret. Pra kur i ka Zamiri janë probleme, kur si ka Zamiri s'ka më probleme. Në protestën e fundit të qytetarëve të Alpkromit, jo të Alpkromit, të kompanisë që ka sot, kompaninë turke që ka sot, ne kemi qenë solidar me minatorët e Bulqizës para një... Po më kemi qenë solidar, po para një jave, jo sot para një jave. Vazhdojmë. Banorët e Zaldajtit protestonin për gurore kundër oligarkut Rok Gjoka, edhe ne aty. Tjetra, ne mendojmë që oligarkët blokojnë përveç se janë korruptues të shtetit. E zaptojat e kjo oligarku, apo kishte në ide Edi Rama aty? Më thash 2 minuta nuk më le. Po do të ja përgjigje dhe kësaj. Jo, me ta bëjmë sepse ishte pastaj ikën në argumentin. Ky Rok Gjoka e kishte zaptuar këtë guroren apo kishte shkuar me lejen e Edi Ramës aty? Shkuar me lejen e Edi Ramës dhe po thuaj Edi Rama, sepse ajo që kuptova nga ky gjë që sapo theti është këtu Edi Rama është marrë peng nga këta. Dhe Edi Rama madje s'ka faj. Fajin e kanë këta oligarkët që kur ishim me Sali Berishën të arrinin aty ke vendi, kurse kur erdhi Edi Rama e kapën këta përfytje. Atë mbaroj apo jo? Kuptova unë nga ai që mbaroj. Patjetër. E ke kuptuar gabim. Edi Rama është shitur tek ta. Madje edhe në literaturën ku flitet për korrupsionin, flitet për kapjen e shtetit. Dakor? Dhe shtetin e kapin ca interesat ekonomike të cilëve janë më të fuqishme se shteti. Ja po të marr një rast. Në vitin 2014 apo 15 se e kemi. Më është bashkëpunëtori këtyre.
është shërptori tyre, mos i mund të jetë viktimë Kur e nisi shërptori. biznesin, në 2013 nisi ky E ka nisë që me Sali Berisha, 2013 nisi ky. pastaj u hodhën në karrën e Edi Ramës. Ky çet kastrati, ku e nisi biznesin ky? Oligarkët 2013 që dikur përdori Sali Berisha, ku e nisi, jo ti përmend mos s'ka në kompleks fare. Si që ka kompleks, por ama unë ditë i lexoj faktet jashtë emocionit politik, se mua më shqetëson sistemi, më mendoj që është individi, është gjarpri, që i mbledh gjithë, shkoka e gjarprit, që i detyron Edi Rama të vjedh. Unë po them që Edi Rama dhe oligarkët vjedhin bashkë, po këta janë aq të fuqishëm sa imponojnë vullnetin e tyre. Dhe po i marrin rast. Kjo që sa po the është justifikimi më i madh që mund të Edi Rama. Edhe Ramiz Alia në 91 doli tha, i shikoni ignorantët me cilët kam qeverisur? Në kuptimin tim. Tamam justifikim. Vetëm një fjali Një fjali ta mbyll Ardini që të shkruaj. Në vitin për çfarë është i lirë Metamburg? Një arsye pse është i lirë Metamburg është sepse ka ndikuar, është ndikuar nga oligarku Samir Mane për të bërë një ligj për minierat. Oligarku Samir Mane në këmbim të një apartamenti që doni të dhuronte apo një vile që doni të dhuronte Ilir Metës, pati fuqi të bëjë ligjin. Pra kishte paratë që të bënte. Patjetër që është bërë ligji. Patjetër që është bërë ligji. Nuk është dhënë deri në fund vila, po ligji është bërë, ka ndryshuar ligji. Dhe fakti që ti mohon që ka ndryshuar ligji, do të thotë se unë jam me Zamirin apo jo? Mohon përfitimin e oligarkut. Dhe oligarku Samir Mane sot nuk është në SPAK. Fatkeqësisht, duhet ishte në SPAK. Këtë se dim neve. Po nuk ka akuzë në IT apo. Këtë nuk e dim. Këtë nuk e dim. Po mos më intereson fare këtë pjesë. Po flasim për konceptin politik. Tani, sepse u larguam gjatë nga tema fillestare e kësaj pjese. Kishim listën e partive, grupimin e partive. Dhe nga ky grupim për 11 partish, së pari pyetja që ngrihet është çfarë përfaqësojnë. Dhe këtu nuk ka domosdoshmërisht 11 qasje ideologjike të ndryshme që nuk përputhen me njëra tjetrën. Nuk ka as 11 parti që përfaqësojnë shtresa të ndryshme. Sepse këtu s'ka shtresa fare, dhe unë këtu nuk shikoj as të majtë as të djathtë në aspektin klasik, dhe të kërkosh që një kompani të respektojë të drejtat e punëtorëve, ky është detyrim ligjor. Dhe kështu nuk ka të bëjë as me të majtën as me të djathtën, këtë gjë duhet ta bëjë në mënyrë absolute çdo qeveri. Megjithatë, ajo që mua më nxit më shumë është të bëj një pyetje. Përse qytetarët duhet të zgjedhin një alternativë tjetër përveç qeverisë që kanë dhe meç është shtruar edhe në këtë tryezë dhe në të gjitha tryezat e tjera nga partitë e reja apo grupimet e vjetra të riorganizuara si të reja, është të mos votojmë as Berishën, as Ramën. E dëgjova një artikulin të zotit Sheha këtu që çdo gjë ka ndryshuar në këto 30 vjet, po s'ka ndryshuar leadershipi politik. Pra s'ka ndryshuar Rama dhe Berisha. Tani. Po. Okej, jam shumë dakord me këtë. Por mua s'më mjafton kjo për të thënë që unë do votoj Agronin, Arlindin apo Shehin, sepse më mërzit surrati e Ramës dhe Berishës nuk dua t'i shikoj më. Në fakt, pra ti pret që të ofroj një alternativë unë dua të shikoj alternativën e re politike dhe qeverisëse. Çfarë do ndodh ndryshe në qeverisjen e re të disa apo njërit prej këtyre aktorëve politikë. Nëse luftojnë për të marrë qeverinë. Atëherë shembulli që mora. Ja ta përfundoj. Jemi që mbre pyet, okej, vazhdo. Thash më që kishe pyetje. Jo, jam shumë modest në kohë. Sepse unë si qytetar jam shumë i qartë. Alternativat që ke para. Sepse deri tani unë po dëgjoj që na votojnë ne sepse këta na mërzitën, shikojmë edhe nga partitë e reja kështu britme në për rrjetet sociale, zhdukni qelbësira ata akoma sorrati këtij. Pra nuk mjafton kjo. E kam sinqerisht, sepse unë dua të shikoj çfarë do bëjmë me problemin e madh të korrupsionit me koncesionet e rrugëve ku çmimin e cakton vetë kompania që fiton koncesionin. Çfarë do bëjmë me bujqësinë që po falimenton sepse tregu pushtohet nga prodhimet e importit. Çfarë do bëjmë me blegtorinë që bie numri sepse i krerëve të baktive, sepse qumshi vjen nga Serbia, sepse vjen me gjysmën e çmimit. Një program nga këto parti, çfarë do bëjmë me fshatin që është boshatisur dhe qytetet e reja që janë asgjë nuk gjen më? Apo të mbretësh rrugëve të Shqipërisë, shikon vila të reja të bukura ngritën me paratë e migracionit që unë kam birë barin në derë. Tani,
Te ja përgjigje unë... Kur shikoj këtë realitet, nuk them që është surrati i Ramës dhe i Berishës që na u shpifën në televizor arsyeja pse ta nuk duhen votuar. Por unë duhet të di më çfarë do të bëjnë ndryshe këta të rinj, sepse programet i kemi parë, dikush i ka më të bukura, dikush më pak të bukura, dikush i reklamon, dikush nuk i reklamon. PS-ja ka gjetë një buf tani në vend të programit dhe bën kështu luan me atë me kukulla. Gjë shumë e thjeshtë. Po përgjigje. Tani Është një pyetje që unë do doja të më Absolutisht. Pastaj kam një pyetje unë. Unë e thash, sillet unë gjë e ndryshe. parë që thash, fola pikërisht për atë vizionin ton, që është ne mendojmë që shqiptarët nuk presin nga shteti, po duhet ja dalin vetë, dhe ne do të heqim qytetarëve shtetin nga kurrizi, të cilët pengesa që ata kanë për të dhënë fëmijëve të tyre dhe vetes së tyre dhe familjeve të tyre një jetë më të mirë, është pikërisht shteti. Dhe ne jemi i vizionit që duhet një shtet më i vogël dhe më shumë hapësira për qytetarët. Mund të futem dhe në konkretisht. Ne jemi për një administrat më të vogël, ne do ulim me 50% koston administratës. Ne jemi për uljen me 50% të taksave, ne jemi për mbështetjen e drejtësisë, paku nuk preket, ne jemi për anullimin e të gjitha PPP-ve korruptive, dhe jo vetëm anullimi i PPP-ve, po dhe kthimi i parave për çfarë kam vjedhur. Ne kemi një vizion të qartë. Kjo është korniza dhe vizioni ynë për të ardhmen. Ne dhe në kandidatët tanë, me që u diskutuar për kandidatët, unë thjesht se në ato mbi 100 kandidat real që kanë shanse për të bërë deputet, janë 10, 15, 20, pjesa tjetër janë mbështetës. Dhe po të shikosh, pjesa me madhe kandidatët tanë, në mënyrë totalisht rastësore, janë ose si përmarrës të vegjël, ose profesionist, ose si përmarrës të mesëm. Sepse këtë vizion, ky nuk është vetëm vizioni im, nuk është vetëm mendimi im, po është mendimi i shumicës edhe të mbështetësve tanë. Unë dëgjova tani diskutimin e radhës mbi oligarkët. Më fal. Ju jeni prezantuar si një parti e djathtë. Çfarë bën partinë tuaj të djathtë në këtë Po çfarë bën më të djathtë se të përgjysmosh administratën, kostot administratës, të ulësh me 50% taksat, të anullosh të gjitha PPP-t korruptive, një shtet më i vogël. Me 50% taksat i keni bërë llogarit mirë se si. Duket si ofertë në supermarketi më shumë se sa ofertë politike. Jo, është konkrete, e prekshme, nuk është e përgjithshme. 50% discount. Është e përgjithshme. Tani oferta e pranverës. Problemi është që janë të gjitha propozime që dhe mund t'i masësh nesër. Dhe jo të thuash, thash kështu, po pastaj bëra si mu deshqefi se ishte e përgjithshme. Janë konkrete, mund të maten. Bëhet ose s'bëhet. Tani, ky është vizioni që ne kemi dhe kjo është e djathtë, nuk ka më të djathtë se kaq. Ne jemi të bindur që shqiptarët kanë një vullnet dhe një ambicie të jashtëzakonshme për t'ja dalë, janë të vetëdijshëm që mund t'ja dalin vetëm ata dhe nuk presin asgjë nga shteti, dhe fatkeqësisht, pavarësisht se ne besojmë që kapitalizmi është zgjidhja për Shqipërinë, ne në këto 30 vjet nuk kemi parë një kapitalizëm në fakt, po kemi parë një karikaturë të kapitalizmit që i ngjan më shumë një ish Republike Sovjetike, ku ke një pushtetar që ka marrë pushtetin, ka krijuar një grup oligarkësh rreth vetes, me të cilët ndan pushtetin politik dhe ekonomik, dhe nëpërmjet parave që ata kanë, edhe mediave i garantojnë pushtetin. Shkurtër se kam një pyetje për shembull. Më fal, dhe në fakt, ajo që na dallon nga të gjithë të tjerë, më fal një sekondë. Dhe ajo që na dallon nga të gjithë të tjerë, ndërkohë që unë dëgjoja diskutimin oligarkët, në fakt, këtë radhë isha spektator, shikoja nga jashtë, në përgjithësi kam qenë unë ai që ka qenë brenda debatit. Ajo që më bëri më shumë përshtypje është, po shikoja, po thosha, kemi 8 vjet që diskutojmë mbi oligarkët, me të drejtë, unë i pari kam diskutuar, kam denoncuar dhe kam folur, por tani jemi para zgjedhjeve dhe ne jemi e vetmja parti politike që kemi një zgjidhje, kemi një vizion të qartë, një model që ka funksionuar në perëndim dhe që është perfekt për popullin shqiptar, të cilët duan thjesht një mundësi dhe tregojnë me suksesin që kanë në perëndim. Unë isha në Amerikë, ku ti shikon të rinj dhe të reja që në kohë jashtëzakonisht shumë të shkurtër, një djalë i ri, ishte 5 vjet që ishte andaj, kishte një biznes të madh, të jashtëzakonshëm, në 5 vjet, e pyeta, po në Shqipëri, pse nuk e bëre në Shqipëri? Ishte pamundur në Shqipëri, sepse shqiptarët kanë nevojë për një mundësi. Dhe jo kotë kemi vënë një mundësi apartisë. Kjo oligarkia, për të cilën ne po flasim herë me emra, herë pa emra, nuk është një metaforë. Është një realitet politik, ekonomik,
edhe ligjor po të duam, Po. që ka qenë herë nën kontrollin apo kontrolluese Qeverinë e djathtë. Po, dhe tani në qeverinë e madhe. dhe Por nuk kanë lindur vazhdon sot. të njëjtin rol. Po kjo vërteton atë që thash unë, që ne nuk kemi nevojë për rotacion, por ne kemi nevojë për ndryshim. Dhe qasja me oligarkin, çlirimi i ekonomisë. Realitet ekonomik. Po. Është në këto përmasa, a mendoni që është lehtësisht Absolutisht po, absolutisht po, shqitshëm absolutisht, nga raportet me 100%, shtetin, me absolutisht, qeverinë? absolutisht. Po si, tani ato janë dhe Po si çfarë thot po si? vend të vendit, do tani Dgjoj, mos i shohim, pjesa më e mos i madhe e trajtojmë koncesioneve sikur janë tek janë, Tikumbi pjesa më e tani. madhe e koncesioneve janë në SPAK. Biznesmen janë ata. Një sekondë, lëre biznesmen, pjesa më e madhe e koncesioneve janë në SPAK. Janë në SPAK. Tani kjo nuk është një arsye mjaftueshme për të kuptuar që kemi të bëjmë me një aferë korruptive. Po dakord, pra, ai ka dhënë me shteti. zor, ka shku, e ka kapë diarin nga punë dorë në xhep. Ka nevojë për një bashkëpunim, ë? Çfarë thot bashkëpunim? Ka një bashkëpunim. Tani televizioni, nëse Vil Manushi merr koncesionin e çeka, të lutem, nuk e Vil di. Manushi është një nga biznesmenët më të vjetra të Shqipërisë. Nuk ka rëndësi, në momentin që është futur në pazar me Diramën, në momentin që është futur në pazar me Diramën, dhe ka vjedhur qytetarë shqiptar, duhet të dalë para drejtësisë dhe kontrata koncesionare duhet anullohet. Është shumë e thjeshtë. Por kjo blen për gjithë. Dhe këtu ka shka futur duar. Ka modeli sa Berishës, si ata ishin biznesmen dhe luajnë sipas rregullave. Dhe është modeli i Diramës që kur ai erdhi në pushtet, aty u vënë me oligarka, ata kanë oligarkë. Ata janë shërbëtorë të pushtetit. Kush ka futur Qose nuk duar? thot vërtetën, s'kupton asgjë. Kjo vlen edhe për zotin Miqolla me qara fjala. Kush ka futur duar në xhepat e qytetarëve? I ka futur si viktim, si bashkëpunëtor, si iniciator, si pushtetar, nuk ka asnjë rëndësi. Duhet dalë para drejtësisë dhe duhet të kthej para. Duhet të kthej para. Në gjem në këmbë. Hyri aty biznesmeni që denoncova atëherë për Delaware. Jo, mori tendrin tjetër ai, vazhdon njësoj. Shiko, po s'kishte drejtësi. Sepse është vizioni, është gjë pra jo. Ora kjo. A do të bëjmë dhe debat për drejtësinë se kanë dalë, se kush e ka drejtësi sot? Po ky është muhabet tjetër, po me që flasim duke biznesmenët. Edhe një herë, nëse ju nuk identifikoni Gjarprin, Po kush real, po më thua mua dhe po këtë po them. Keni folë gjithë kohës në fajin e Kasalirën pushtosh. Me Gjarpri është e Dirama. Po këtë mëll, po thojeni për mëll, tash fillohet fajin dy gjëra gjatë. Si shtohet me populli 3 dashës. Po ju shtyp kohë Gjarprit. Nuk mund të keq. Këtë e themi për Dhe keqja, shtypet duke Gjë tjetër. Jo, ju do thoni me gjë tjetër. Unë kam 12 vjet që i them to. Kush e ka thënë një gjë tjetër për të thënë? Kush e ka thënë? Për ditën e ditur, kush është problemi? Po ky Delaware do zotëri. Ky bëri të njëjtën gjë edhe kur ishte Berisha koka e Gjarprit. Cilën ka bërë? Unë nuk po përpiqem të them që Cilën bëri? Ka qenë Berisha ja mësoj. Po përpiqem të them që mekanizmi është shumë i vështirë për të qenë. Në kohën e Sali Berishës tendra do të merrte Bektelenka. Jo këta. E kupton? Mekanizmi është kaq shumë i madh. Kohën e Sali Berishës tendrat e merrte Bektelenka dhe aktori i Greqisë. Se nuk mjafton ta Kohën e Tiranës për zonë gjithë ta kompanitë ndërkombëtare. Filen oligarkia për Tani unë jam dakord që ta shohim biznesin si armik. Se kanë dhe procedurë dhe njerëz ta. Unë asnjëra këtë nuk diskutohet që dorë vëlla, biznesi është ai që është. Pa diskutim kush ka gabuar le të ashtu. Por ama ne këtu ka nevojë për rikthime rregullave të lojës. Si biznesmen, po se gjova atë. Unë gjova që fajin e ka biznesi dhe praktikisht Dirama s'ka asnjë faj. Unë mendoj të kundërshtën. Në qoftë se biznesi i një oligarku, si them një oligark, ka marrë një koncesion 100 miliona euro. Që ja ka dhënë qeveria. Po, qeveria. Që ka marrë qeveria, se ka dhënë qeveria, nuk ka rëndësi kjo moment. Ndër cilat 1% e konsiderueshme është vjedhja. Po ky biznes ka dhënë 200 punëtor. Tani çfarë do bëjmë? Do themi le të vjedhë se ka 200 punëtor? Jo, nëse ka vjedhur, duhet t'jap llogari, duhet shkojë në burg, duhet i konfiskohet pasuria e paligjshme, madje nga burgu ai le të shes aksionet e bizneseve të ndershme dhe biznesi vazhdon, se sipërmarrja vazhdon edhe me sipërmarrës tjetër. Kjo që thua ti. Tani ka ndryshuar koha. Kur firmos qeveria, kjo kompania oligarke që thua ti, ta merrte kontratën e anullimit, ta çonte atje në arbitrazh me 106 milionë euro si ai. Italiani. E ke pasur në arbitrazh se shteti ynë transformon vetë qeveria. Dhe kishte drejtë Tega një kur thoshte. Ka qenë burimën edhe pse ka qenë problemi. Qeveria është problemi. Do ju marr vetëm Gjarpri është problemi. Ju bëjmë dakord me shtypën e Gjarprit. S'kemi rënë dakord për asgjë. Marr vetëm një shembull, vetëm një shembull që të bëj një pyetje. Për dallimin, sepse
versioni i zotit Koka, që është dhe më i përhapur në Shqipëri, është që këtu kemi një pushtetar aq të fortë, si puna e Putinit, edhe këta oligarkë janë ca fakirë që nuk dinë si të orientohen, bukur fort. Unë mendoj që Edi Rama është shumë i korruptuar, është dhe shumë i pushtetshëm kuptimin politik. Por oligarkët si grup social, ekonomikisht janë më të fortë se ai. Dhe po ju bëj një paralelizëm. Marrim rastin e Rusisë Putinit. E imagjinoni dot ju një oligark që shkon në dasman e djalit të Navalnit? A imagjinoni dot një oligark rus? E shkrin. Ndërkohë që oligarkët shqiptar mund të livadhisin me Sali Berishën, mund të bëjnë ujndira me Sali Berishën dhe si gjet asnjë gjë. Këtu s'ka si ndryshim nga politikanë në vjetë që shkojnë këtë tjetën dasëm. Oligarkët do ishin... Dasma dhe vakit janë institucione të shenjta për shqiptarët, zotri. Edhe pse të majtë nuk kanë shumë, nga që janë internacionalistë, s'kanë së dhe vlere, po dasma dhe vdeket nuk futet njeri ju. Pra nuk duhet parë kjo. Dhe vdeket vjen gjithë dasëm shkon me ftesë. Qose kene diskutim për mënyrë si qeverisa e klasin. Po futet ke dasma, kjo është qip shok, dhe misisht ta këshillojmë së ta bësh. Kemi një palë një pyetje kam, zotë Shej, me Kam pas interesa basha kulturore. 2 lekë fare, më beson mua. Një sekund, Shehaj, një pyetje kam, e përmendi dhe Bledi pak më parë, kam dhe unë pyetje këtë, dhe nëse regjia mund më ndihmoj pak vetëm me një slajd të barometrit që ju kam çuar. Se edhe ju vetë thatë që kam një keqardhje që nuk u bën gjitha bashkë, se do kishte qenë më mirë të bëheshim bashkë. Tani po të shihni të dhënat e fundit të barometrit, pra matjen e votës politike, për cilën parti do votonin shqiptarët deri më sot, po t'i marrim, t'i mbledhim bashkë gjithë partitë e vogla apo partitë e reja, do shkonit në një 11%, le të themi. Tani, a mendoni që i vazhdoni të jeni të bindur që s'keni bërë zgjedhjen e dur ose mund të ndëshkoheni me votë? Mund bëj batut në fundit dhe e mbylla. Në politikë opozitës ju e kupton shumatorën e asaj tabele. Lider i opozitës Njëri s'di ta bëj analizën matematikore të asaj, se gjithë tjerë, edhe më i thjeshtë i mundshëm, edhe ai me 5 klasë shkollë e kupton fare mirë se çana thot ai sondazh. Po pra që duhet ishim bashkë të pak, se do kishin maksimizuar votën. Pikërisht Njerë, ajo është sondazh, dhe sondazhet falimentun dhe në Amerikë, jo më në Shqipëri. Se me gjengë nuk fitohet të do të shofim, tutë ne s'kam falimentuar da. Një para punës. E dyta, të gjithë të partitë e vogla, për efekt fuqatës, kanë një marsh ngritje, cipër. Pse, ta shi fillojnë fuqatën ne, ta shi dalin kandidatët, fuqata është kapilare. Se nuk është fuqata që me gjurmë që mediatike, se këto kanë bloku gjithë ditë në televizion, vëdëm këto ke. Ati hapë mjesë gjenë Edi Ramën, shkom drejkë është Berisha, kështu që kjo punë. Pra ndaj duket edhe ajo profili. Kur të marrojnë zgjedhjet do ta shihni që të gjithë këto grupe të njëjtën gjë ke thënë dhe në 2021 për sondazhin. Po ndrove bindje pastaj. Jo më ndrove bindje i tërë. Sondazhi kok më kok do. Do të votës. Biles unë po të them, ky sondazhi kështu. Nëse ju që thoni grupi madhe PD-ja me gjitha aleatët është aty brenda. Jo, nuk është bërë. Jo, matja tjetër do t'i ketë dalë aleatët. Kjo është pa aleatët për momentin. Në matjen tjetër, po prandaj mora vetëm partitë e reja, pra Shqipëria bëhet, mundësia, lëvizja bashkë, Partia e Lirisë dhe të tjerët, pra nëse do ishin bërë bashkë, shkonit një 11%. Po, shkojmë edhe më tepër do shkojmë, kur të mbaroj kjo punë. Po, e zemë rasim për para. Ta shikur të mbarojnë zgjedhjet e bëjmë prapa të analizë dhe kanë frikë që nuk do jetë kështu si thonë ju. Po e zemë sigur është 11%. E thotë këtë shifrën fatale. Adje, kuptoti. Po pse është pak tjetë një 11% që me ndonë ndryshe. është fatkejsi për një kombo. Po t'ishit bashkë do kishit provuar shumë më tepër. Po si do kishim, po mund prodhon asë gjë, se ma të qifrë që ka PD-ja atje 27, edhe me 11 nuk bëhet fitore. Po këtë e keni mendu ndë i herë ju? Se thoni e keni ju fajn, se jeni të vejlit. Po ti që je i madhe që je aty ke 27, që faj keti? Ti s'ke faj farë. Se u kjo u bësi puna e Zotit, që thot ti më turbullon në ujtë mua, a ishe cipër. Kede 19% pa vendosur. Kede 19% pa vendosur. Po ato pa vendosurit mund vendosen këne. Por mund vendosen dhe atë, në qofse fryma, ngrihet edhe për ndryshim, mund votojnë dhe mund shkojnë dhe mund të bëj Waterloo pastaj, për opozitën e pretenduar bashkuar gjithmonë kur. Kjo analizë që bëni ju nuk është se tregonet të gjithë mundësit që ka. Plus që ta thash, unë e konsideroj pozitive çdo iniciativë të re, pamërësisht se këto zotrit, fatkeqësisht,
kanë kriju dhe i loj rivaliteti e gjë, të thash, unë çdo lojtar të ri. Ta gjë vetëm shenjë se Arlini e sqaroi pak a shumë se nuk bashkohet me. E konsideroj pozitive. A nisen nga interesa personale, a ka një grup nga mbrapa, a e mendojnë ndryshe, a ka ardhur koha për të bërë ky lloj hapi, se do dhe guximi kjo punë. Atje do dhe i vetë sakrifikim. Ne mund të marrim shumë deputet, po mund të marrim asnjëherë. Po s'është fundi botës kjo punë. Kuptoni? Se çfarë na afron ne partia e madhe, demokratizim, liri, mendim ndryshe. Ai të afron një vend aty. Hajde punon shërbëtor, thot. S'du me punon me shërbëtor. Me thënë drejtën, jo në kuptimi kështu, po e zejmë atje, po sepse nuk mund pranoj po të njëjtët njerëz, po të njëjtët ide. A kuptoni, mendoj ndryshe dhe kam të drejta, mendoj ndryshe. Tim thonë, o të bësh në shumicën e mandateve që ju keni marrë si deputet, keni dalë nga Partia Demokratike. Ora, unë kam dalë me sigla e LGK-s, mëse 50 herë këtë punë thotë, shumicën e mandateve. Unë kam dalë dhe jashtë Partisë Demokratike. Që thotë, koalicion pra kam dalë. Pse atëherë ta ka diktuar, po ta kësa herë rrezikon ta diktoj zërin? Sepse u bëhe mërzitshme. Është po e njëjti problem, po ti po të njëjtët njerëz. Edhe e njëjta mungesë fryme. Prandaj më dhe unë kam kurajën ta them. Ata që po dojnë nuk mendojnë që po i njëjti dash. Ata mendojnë që dashi është vlerë dhe duhet të jetë aty. Do më pyetje është pse kujtohet ti, mas 2 mandatesh ti paragjykosh Partinë Demokratike, ndërkohë që ata s'kan paragjykuar asnjëherë, po sa herë ke dash ke shkuar fut aty dhe ke marrë mandatin dhe shumë mirë ke bërë. Dhe shumë mirë kanë bërë që të kanë marrë. Sepse unë mendoj që është si si thotë ti ke gjykimin një herë vetë që ti nuk e njeh demokracinë, as nuk e don ti demokracinë. Po më jap ta them unë. Sa dhe gjua që ke gjithë societin s'ka lidhje. Çka ke bërë vetë? Ta kanë dhënë, ta kanë marrë. Dhe e ke merituar një gjaket kjo. Është vlerë, por si ka mundësi që në 2017, në 2021 gjykove që duke qenë bashk mund të arrëzonin Tiranën dhe krejt papritur zbulove demokracinë në 2025. Këtë pyetje kam unë. Përgjigje ka për këtë? S'ka. Po ta thash që futën në reklama, ç'o them unë? Shiko. Nuk më bën leadership, nuk më bën. Po them ç'a të bindi 2017-2021 që s'bin 2025. Po opozitare pra janë. Po prit aty se cila parti ka objektivat e veta, ka dhe një grup njerëz që më ka mbrapa. Ka qasjen e vet ideologjike dhe nesër një nga këto partit e reja, pavarësisht se sa mandate mund të fitoj, mund t'i bashkojë ato mandate me Partinë Socialiste dhe s'ke pse ta akuzosh ti që u bë patric u bë vegël. Është një qasje më valla. Po pra, kjo është rasti më i ideal. Mund ta them që rasti problematik që s'ka për ta bërë kurrë këtë gjë. As me Edi Ramën, as me Sali Berisha. Nuk e kishte regjistrohet. Ju do presit të vjesh Syriza në Shqipëri dhe të bashkoheni me ato. Shumë mirë, zgjedhje ideale është. Nuk është e thënë të gjitha ata që janë opozitë logjikisht me PD patjetër. Se po s'jeni me PD, quhen anti-opozitar. Jo më vërtet logjikisht është ajo që thua ti me to. Problemi kush është që ne kemi një kod të tillë i cili nëse ka thënë zoti Mediu, nëse nuk prodhoi mandate, janë vota të djegura dhe na rezulton që 4 nga 5 partitë opozitare praktikisht janë djathta dhe që diktojnë dhe dëmtojnë opozitën, të djathtë në këtë rast. Ky është shqetësimi. Ky shqetësimi i opozitës në fakt nuk ishte kur u bë ligji zgjedhor. Se nuk u shqetësuan kur u bë ligji zgjedhor se u bë për humbjen e mundshme të dikujt që mund të krijonte një parti politike. Tani jemi demokraci drejt që ta marri. Dhe partitë politike, individët, qytetarët kanë të drejtë të krijojnë një parti politike. Kur u bë ligji, kujdeseshin që mos të shkonin dëm votat. Përkundrazi u bë kastile për të mbajtur. A do të them vetëm ta mbaroj. Tani çështja është ne diskutojmë. Vetëm një argument ne shikojmë. Ne shikojmë këto si këto janë. Mos e çka bëjmë gjithë bashkë. Po ne s'mund të bëjmë bashkë, nuk bëjmë bashkë me qorin sepse mendojmë totalisht ndryshe. Ai do të drejtë në vetë unë në drejtën time. Me Partinë Demokratike e mendojmë totalisht ndryshe në lidhje me drejtësinë. Mos harrojmë, ne kemi një problem të jashtëzakonshëm. Shqipëria ka një problem me pandëshkueshmërinë e korrupsionit. Dakord, kemi një problem. Dakord, ka lindur një drejtësi
nuk është perfekte, Jam shumë dakord. po bën historinë e drejtësisë në këtë vend, sepse ka bërë aty ç'ka bërë kur më përpara askush, dhe kemi sot kanë dalë përgjimet ç'a ishin këto. Ç'a tregojnë ato? Ku Klotilda Ç'a Bushka tregojnë ata? thot Ç'a tregojnë ato? do marrin spakun. Do tentojmë ta Mirë, marrim. Do mirë, marrim tani ju spakun, prisni të fitoni vetë ato Ne- t'ja jo, jo, uspisë se të prisni terrenin Politikisht korrekt. spaku. Do tentojmë ta marrim spakun. Keni një Do marrin spakun, do tentojmë marrin spakun, është e njëjta gjë identike. Do tentojmë të marrin spakun, do kuptoni, prisni t'ja u lironi terrenin spaku. është një premtim, është program elektoral. Do marrim spakun, do kthejmë drejtësinë në kontroll. Partia Demokratike nga ana tjetër Se kanë marrë thotë, akoma do ta thua shkrim. shë. Ja, një sekond, tani, kjo Atë dëshmon boz janë që marrë. do Ato që e kanë nxjerr pikërisht për të thënë këtë, që ata se morën dot. Se kanë marrë akoma. Një sekond, e kam bërë thua, ha? Ata që kanë nxjerr se më sot, e kanë bërë pikërisht për këtë. Çështja Jo, është, jo. kjo tregon tani. Këto janë interpretime, i qëndrojnë fakteve. Fjalët Shkurçe, të thonë, lutem, ha. do tentojmë të marrim spakun. Tani, kjo është një çështje thelbësore, jo për partinë Mundësia, po për Shqipërinë, për të ardhmen e Shqipërisë. Do flasim për çështje konkrete, apo do flasim për si u bë lista e hapur e mbyllur, sa bën 28 sa është 27 27 plus pikë. ato, kupton, flasim për atë që njerëzit duan të dëgjojnë, për cilat janë problemet reale të Shqipërisë. Kjo është, dhe çfarë zgjidhje kemi? Flasim për zgjidhje, duhen zgjidhje. Dhe hajde diskutojmë për zgjidhjet. Kjo është diferencë shumë e madhe. Dakor, shkojmë në hapësirën e fundit publicitare dhe ndërkaq që ju nuk bëni dot një llogaritje ndoshta të votave, sa do të merrni në këtë zgjedhje. Edi Rama e ka shpallur një objektiv, 1 milion vota thot ai do marrim me gjithë diasporën pas reklamave.